Hej, përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni sa më mirë. Sot do të përgatisim së bashku një bukë shumë të shijshme, bukën e mamit tim, por unë do i shtoj ca gjëra që do bëjnë shumë më të mirë dhe të përshtatshme për ta shijuar tani për festa. Si fillim shtojmë tek tasi një gjysmë filxhani çaj me qumësht. Masa do i bëjmë shumë thjesht, prandaj mos u tremni sepse do të keni rezultatin shumë të lehtë. Tani do të shtojmë një lugë gjelle me sheqer. Sheqeri mbase nuk e dini, nuk është për t'i dhënë ëmbëlsi, i jep shije, por e bën brumin të shkrifët. Ky është vetia kryesore e sheqerit. Kjo, më falni. Shtojmë një lugë gjelle të bollshme. Dhe Maja gjithashtu dua t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim dhe shihni për herë të parë videot e mia, mos harroni të bëni subscribe, të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë re. Postojnë disa receta të reja gjatë gjithë javës e nesër do të keni një ëmbëlsi festive. Faleminderit për çdo like, për çdo subscribe të ri dhe të gjithë ata subscribe që më ndjekin prej kohësh, e pëlqejnë dhe komentojnë në videot e mia. Shtojmë një filxhan çaj me ujë të vakët, përzihemi mirë. Shtojmë gjithashtu një lugë çaje të bollshme me kry, përzihemi që të na trete kripa. Në fillim do të shtojmë vetëm një filxhan çaj me mirë dhe të përzihemi të gjithë brumin mirë me këtë rasin e dorës për rreth 5 minuta, sa na krijohet një brum i hollë. Kjo duket një gjë si paranësi, por në të vërtetë kjo do e ndihmojë brumin që të bëhet i shkrifët, të fryhet më lehtë, të bëhet më i shijshëm dhe bën vërtet diferencën. Prandaj e përzihemi mirë. Shtojmë filxhanin e dytë me mirë dhe vazhdojmë përzihim. Në momente do të shtojmë një sasi të vogël gjalpi në temperaturë ambienti, 50 deri 70 gram gjalp, dhe do i përzihim. Përzihim sa bëhet një masë homogjene. Vazhdojmë duke shtuar filxhanin e tretë me mirë, përzihim. Dhe tani do fillojmë ta punojmë me duar. Do të bëjmë një brum të butë, jo shumë të fortë. Tjetë filxhani i fundit me mirë dhe do e punojmë brumin me duar. Me shumë pak mirë. Do e punojmë brumin mbi panak për 5 deri 10 minuta dhe kjo do na ndihmojë që brumi të fitojë më shumë elasticitet. E kam vendosur brumin në tas, do e mbulojmë dhe do e lëmë të vinë. Në ambientin e kuzhinës nëse është ngrohtë, por sot është ftohtë, unë e kam ngrohur furrën në 50 gradë Celsius, jo më shumë, për 10 deri 15 minuta, pastaj do e fikim furrën dhe do e lëmë aty të vi për 1 orë. Brumin e kemi gati, ka ardhur, e kam lënë pak më shumë se 1 orë, por nuk prish punë nëse e lini më shumë. Vetëm duhet kujdeseni që brumit mos t'i japim shumë lehtësi, pra mos ta ngrohim shumë furrën. Vetëm 50 gradë Celsius, 10-15 minuta, pastaj e lini të fikur, sepse përndryshe do të prishim strukturën e brumit. Tani do e vendosim në tepsi, por si fillim do të formojmë ca topsa të vegjël. Marrim një tepsi të vogël, do e lyejmë tepsin me pak vaj ulliri, lyejmë gjithashtu duart me pak vaj ulliri dhe do fillojmë të punojmë brumin dhe ta ndajmë në kulaçka të vegjël. Të shtojmë shumë pak vaj ulliri dhe e kalojmë të gjithë sasinë e brumit mbi panak. Tani në këto momente nuk do kemi nevojë që ta punojmë shumë brumin, thjesht do e mbledhim pak me duar dhe vetëm kaq mjafton. E mbledhim brumin paksa thjesht kështu dhe ta ndajmë në topsa të vegjël, jo shumë të mëdhenj. E kam ndarë në 10 topsa.
Fillojmë të japim topsave formë rrethore me duar. Të gjithë topsa do japim pak formë kështu. Kjo është pjesa e parë e punës për dhënien e formës së kolexhëve tanë. Ne pasi kemi dhënë formën dhe i kemi mbledhur të gjithë kolexhët, kujdesemi që banaku të jetë pak me vaj dhe do i kapim me duar të gjithë kështu dhe do fillojmë të rrotullojmë në mënyrë që të na vinë sa më të lëmuar. Këtë gjë do e bëjmë me të gjithë kolexhët me radhë. Kështu do japim atë formën e bukur dhe të lëmuar. Në fund dhe këtë pjesën e fundit do e lëmë poshtë. Vazhdojmë me mbështjellim të gjithë kulaçin kështu. Pastaj do i kalojmë në tepsi. Vazhdojmë i vendosim me kujdes të gjithë kolexhët me radhë në tepsi. Kam zgjedhur një tepsi paksa të vogël, prandaj do jenë paksa të ngjeshur. Tani bukën tonë e kemi gati. Unë e kam ngrorur furrën në 100 gradë Celsius kësaj here dhe do e lëm të vijë aty në furrë të fikur për 30-35 minuta dhe pastaj do ju tregoj për pjesën e pjekjes. Bukëzat tona kanë ardhur, tani do i vendosim të piqen në 220 gradë Celsius për rreth 25 minuta apo sa fillojnë të marrin ngjyrë të artë në sipërfaqe. Buka jon sapo ka dalë nga furra, ka dalë e butë si pambuk, unë po e lyej pak në sipërfaqe me gjatë, kështu do të bëhet edhe më e shijshme edhe më e butë në sipërfaqe. Dhe tani do ju tregoj si ka dalë në brendësi. Dhe si gjithmonë do ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Postohem disa receta të reja çdo javë. Dhe tani ta hapim dhe ta shohim si na ka dalë në brendësi. Mami. Duket që është e butë si pambuk. Mami. Po mama.